Bëjmë një analizë të bashku në fakt se çfarë pritet të ndodhë, janë gati 4 muaj e 2 javë në harkun kohor të këtyre ditëve pra dhe këtyre javëve që ka patur protestat mëdha, ka patur një lloj paralize në jetën, mund të themi, aktive në Serbi, jo vetëm në Beograd, por edhe në qytete të tjera ku kryesisht të rinj, studentët së bashku me shoqërinë civile, por edhe bluzat e bardha, pedagogët janë bërë bashk në një qëllim të vetëm për të rrëzuar qeverinë e Aleksandr Vučić. Deri më tani, kanë arritur disa fitore të vogla, mund të themi kështu, me dorëheqjen e kryeministrit apo edhe me dorëheqjen e kryetarit të bashkisë së Novi Sadit. Ndërkohë, ajo që pritet të ndodhë sot, do të jetë një goditje tjetër, një goditje finale që do të jepet Vučić në një kohë që me sa duket qeveria e tij po tenton në çdo lloj forme të qëndrojë në pushtet? E para përshëndetje, faleminderit për këtë mundësi, që nga 1 nëntori kur në stacionin e trenit Çatia kishte rënë dhe kishin pësuar 15 njerëz, që në fillim të dhjetorit, fillimisht në Novi Sad dhe më pas në Nish dhe qytete të tjera, studentët ishin organizuar në mënyra të ndryshme për të sensibilizuar opinionin dhe për të kërkuar drejtësi për viktimat dhe masa kundër korrupsionit. Vazhdimisht deri më sot, në çdo qytet të qytetit në Republikën e Serbisë ka pasur evente, ngjarje të cilat kanë mobilizuar njerëz për të ndodhur 15 marsi i ditës së sotme. Kjo protestë shumë e madhe, një ndër më të mëdha që konsiderohet pas Jugosllavisë, megjithëse një gjenerate e re e cila ka lindur pas Jugosllavisë gjithashtu, po përballet me një pushtet i cili ka krijuar përmes institucionalizimit të mashtrimit dhe inxhinierimit të informacionit të pushtetit i cili në vazhdimsi përfill realitetin dhe shpërfill kërkesat e studentëve. Po, edhe është e vërtetë se tashmë edhe kryeministri dhe qeveria është në dorëheqje, sikurse edhe kryetari i Novi Sadit e madje njëri nga ministrët edhe është arrestuar si pjesë e nderimit të gjithë asaj pune, megjithatë edhe nga publikimi i informacioneve paraprakisht, përkatësisht të lëndës në të cilën është bërë të nderimi gjithë asaj, kanë munguar disa nga informacionet, kanë munguar disa nga dokumentet dhe krahas asaj është kuptuar se është inxhinieruar dhe se korrupsioni është bërë njëra nga le të them procedurat më normale në Serbi. Ajo që duhet theksuar që sot sigurisht është një ditë D, sepse në çdo vend normal kur qeveria është në dorëheqje, përbën lajm, në Serbi nuk ka përbë, për shkak se të gjithë dinë që presidenti në mënyrë jo kushtetuese drejton vendin, e madje të gjithë të tjerët vetëm janë pijunat e tij që përdoren për llogaritë të pushtetit të tij. Dhe krahas asaj, kjo protestë e cila është nxitur jo vetëm nga studentë, por edhe nga gjimnazistë, sot fillon në ora 4 edhe pse ka pasur disa ndryshime herë se do të mbahet jo tek Slavia, jo tek Kuvendi Popullor, megjithatë ajo çfarë është e rëndësishme të thuhet se të gjitha rrugët në Serbi çojnë në Beograd, edhe pse janë ndaluar të gjitha mjetet e komunikacionit si autobus, trena, kështu me radhë. Studentët të cilët kishin udhëtuar në këmbë për disa ditë tashmë janë në Beograd dhe sot sigurisht nga panika të cilën e ka kapur pushtetin dhe zotin Vučić në vazhdimsi po krijojnë edhe lajme të rreme, madje sot shtipi ka dalë me shumë se informacione paraushtarake përgatisin grup shtet, huligan e të ndryshëm për dhunë, si duket nga paniku inskenojnë mund të inskenojnë Mustafi, lejo të ndërpres të lutem. Është paniku tek autoritetet? Në të cilët do ta legjitimojnë përdorimin e dhunës ndaj studentëve. E qartë, a mund të themi që autoritetet atjeve, qeveriave, të forcat e policisë, mënyra se si do të deri diku si do të mbrohen institucionet nga kjo protestë që pritet të jetë në fakt edhe e dhunshme, tregon për një lloj frike që ka kapluar qeverinë atje, kur shohim këto masa të marra dhe kur shohim se si po pasqyrohet në media me të gjitha këto masa të marra me gjithë këtë lloj sigurie, me korridore, mund të themi të vendosura shumë pranë vetë institucioneve qeverisë
militare dhe jo vete, me forcat të shtuar të uniformave blu për të ruajtur rendin dhe sigurinë. A ka pritshmëri, a kanë bërë projeksione vetë autoritetet atje se deri në cilën fazë mund të shkojë kjo protestë? Pra mund të eskalojë në fakt deri tek dhuna me efektivët blu. Por deri në cilën fazë kanë projektuar ata? E para që zoti Vučić i quan revolucionarët e ngjyrosur, kollore. Ky revolucion i ngjyrosur, ashtu siç ka ndodhur në Gjeorgji e në disa vende të tjera, nuk do të mund të ndodhë në Serbi. Pra, ai përgatit një logjik të kundër revolucionit dhe kundër revolucionin e përgatit me monopolin e dhunës që mund ta përdor. Krahas saj, shumë nga protestuesit për shkak të një kontrolli të tejskajshëm të mediave konvencionale, tashmë mund të gjenden shumë informacion nëpër TikTok dhe rrjetet tjera sociale në të cilët vazhdimisht janë duke emetuar ngjarje se çfarë janë duke ndodhur orë pas ore, minut pas minuti. Gjithashtu janë jakzinjët, thirren me këmisha të zeza, njerëz të cilët janë të pushtetit, konsiderohen që janë njerëz të krimit, të cilët madje kanë shkuar në mbështetje të presidentit Vučić për të mbrojtur studentët që duan të mësojnë në thojza, apo studentët 2.0 të cilët kanë dalë në mbështetje të Vučićit në parkun Pionir pranë rezidencës së presidentit. Krahas asaj, përveç që atyre që kanë shkuar edhe disa nga veteranët e beretave të kuqe, të njohura për krimet e bëra në Bosnë dhe në Kosovë, e krejt në fund kanë vendosur edhe mbrojtjen rreth saj, edhe vendosjen e traktorëve e madje edhe policia aty.